Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, njerëzit vuajnë këtë dunjë, tash e kundërta e kënaqësisë, kjo rregull i dytë. Njerëzit vuajnë në dunjë për aq sa i japin rëndësi asaj. Njeri nëse jap rëndësi dunjas, e cila realisht përkthehet me breng për të, kjo ka me sjell vujtje në mungesë të kësaj arritje. Diçka është normale, apo një vujtje, një mundim është normal, por nivelin e vuajtjes në dunja nuk ka me përcaktu rrethanat e sprovës, po ka me përcaktu niveli i brengës për humbin e dunjas. Apo kupton në rregullin? Ti nuk mundesh me nal proces të jashtme. Dunjaja mungon, shtohet, vjen, largohet. Kjo çështje është e ditur. Njeri sprovohet me kamje, me skamje, me shëndet, me smundje, rrethana të ndryshme. Apo, por që këto procese që ndodhin në dunjë, me e prish qetësinë që e përmendëm dhe me e sill vuajtjen, ai që ka me përcaktu këtë është pikërisht njeriu, me brengën e tij që ka me ja shkaktu humbja e dunjas. Sa ma tepër brengosësh, për zbatimin e urdhit të Allahut, shpërblesh me qetësi dhe kënaqësi. Sa ma tepër brengosësh për dunja dhe humbjen e saj, shpërblesh me vuajtje dhe mërzi. Rregulla. Prandaj Ibn Qayyim thotë me një thotë dunja sa'a. Dunjaja është çast e momente, nuk ja vlen për të vuajtje dhe mërzi. Dhe sa mërzi natyrisht na binise, po ai thotë me bë jetën të tillë, me jetu në vujtje. Apo realisht që dunjaja me pas as indikimi që e përcakton kënaqësinë edhe vujtjen tonë, nuk bën me leju apo. Ajo që e përcakton vujtjen dhe mundimin tonë dhe kënaqësinë tonë dhe qetësinë tonë dhe rahatinë tonë dhe paratinë tonë është një tjetër dimension, jo ai dunjas. Ajo është raporti me Allahun azh. Sa ma tepër pakoq ky dimension indikimet në kënaqësinë tonë, rritet dimensioni i aspektit material. Sa ma tepër rritet dimensioni material në jetën tonë, që shkakton brenga, që shkakton gajle, që shkakton ngarkesa, përkthehet me vujtje dhe mundim. Se dunjaja është e tillë. Prandaj njeri ka angazhimet e tij, ka mirë, po të gjitha ato realisht duhet të ndërlidhen me Allahun te barekutaala. Për shembull, nëse njeri ka humbë diçka në dunjë, mërzia e tij në çfarë bazë ndërtohet? A për shkak të dunjas që ka humbë, apo për shkak të raportit që ka dobësu? Cila është apo? Edhe njeri në dunjë, për shembull, të vëllezër, për shembull, suksesi i njeriu, a matet mbi bazën e arritjes apo mbi bazën e adhurimit? Njeri ka arrit sukses në dunjë. Që ky sukses, për shembull, që ky sukses në kuptim të dunjas ka sjell arritje. Kuptim të adhurimit çka ka sjell? Valla pak zbeje, pak dobësim apo. Nuk ka sukses. Nuk ka sukses. Suksesi i cili i zbej raportet me Allahun te barekutaala dhe përkthehet me dobësim të komunikimit me të dhe adhurimit me të, realisht është sukses i kontestuar. Por në njëri i cili ka arritje akademike, ka arritje për shembull ekonomike, ka arritje në rregull, kjo në dunjë është arritje. Po arritje që të kursen nga mundimet dhe vuajtjet, do të më qenë e shoqëruar me adhurimin. Adhurimi është ai që qetëson. Dorso suksesi i dunjas kur bëhet breng, realisht në vend që me të mbush kënaqësi, ai bëhet kandidat potencial me sjell vujtje dhe mundime. Kështu besimtari suksesin e mat me adhurim, nuk e mat me arritje të caktuara të dunjas. Për shkak të ndërvëzë, kur thot pejgamberi sa yati an-nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Vjen pejgamberi dhe gjykimit kërkush me të. Ky me gjitha standardet e dunjas është i dështuar. Kërkon s'ka rit me pru. Këto për shembull, këto për shembull në dunjë. Një njeri për shembull ka qenë biznes, asnjë klient si ka ardhur. Ka qenë parti, asnjë votë se ka marr. Për shembull ka qenë shkollë, asnjë nxënës nuk ka ardhur. Ka shkuar në shkollë, asnjë not mirë se ka marr. Çështu me raket apo? Çështu me raket. Në ky, po ai puna e pejgamberit nuk kon me qenë biznes, as klient me as parti. Me thirr njerëz. Ç'kjo kon misionit. Çit mision tonin, realisht shikoni vëzni. Jo sionar shumë, jo, lejse ma'ahu ahad. Në formulim gjuhës arabe, kjo e bën që tamam pikërisht asnjë me vetë ka pas. Ka ne ndoshta me përpara pejgamberit ka më gjatë,
Ka punë ma gjatë. Hajde po them minimumi ka rënë popull 40 vjet. Minimumi 50 vjet. Për 50 vjet merrni mesatare, për sa ka mund të merren popull vet. Mi thirr njerëz fe, në besim, me argumente, me fakte, me sinqeritet, edhe askush mos më u përgjigj. Me çfarë standardi i thosh sa sukses? Veç me një, me standardin e adhurimit. Ky njeri gjatë tan kohës Allah na ka adhuruar. Përse? Për shkak se misioni i tij e ka ndërtuar mbi bazën e asaj që Allah e ka mësuar. A ka mujt ky pejgamber me dal nga binart e udhëtimit në emër të shtimit? A ka mujt? Ka mujt. Të kish dalë pi binarëve të adhurimit, për shembull, a kish pasur dikush? Po, kish bë kompromis me ta caktum, dikush i ardh. I po pastaj suksesi i tij në numër, duke humb binart e adhurimit, a kishte më qenë sukses apo dështim? Kishte më qenë dështim apo? Kush Ibn Qayyim rahimullahu thot, dunjaja realisht sa më tepër e faktorizon jetën tonë dhe bën standard të suksesit dunjan, jo atë parën, shndrohet në mundim dhe vuajtje. Prandaj shenjë sot apo ata mund të kenë arrit shumë, po çfarë kanë mundime, dihet sot domon shkolla e depresionit të mundimeve kështu me radhë kënaqësive formale të njerëzve shumë tjera që njerëzit janë të pakënaqur. Për çfarë arsye? Për shkak se e kanë faktorizuar dunjan për te aso që meriton. Nuk po them që dunjaja nuk duhet më pas rëndësi, po shpesh e gjejmë që njerëzit i japin rëndësi më tepër se që meriton. Sa më tepër i jap dunja rëndësi, më tepër se që meriton, ajo tash përkthehet në barë dhe mundim. Rregull me këtë. Rregull me. Sa më tepër e faktorizon dunjan në jetën tonë, duke thënë se pak këto s'bën, i jap faktor. I jap po më në hapësirë në jetën tonë, më shumë se që meriton, realisht krejt ajo që ti më nëse bërë të nësia është ndrohet në vuajtje dhe mundime. Kjo rregull i rëndësishëm. Ai ti e din tash ku më rëntu angazhimin tënd, brengën tonë dhe si me i rendit kuptimin e tyre në raport me suksesin dhe arritjen, me rregullin e parë dhe me rregullin e dytë. Aja që të qetëson është zbatimi i urnit, jo humbja e dunjas. Aja që të shqetëson është e para dhe jo e dyta. Pra na duhet me u aftësu dhe me u trajnu dhe me u mësu që qetësimi dhe shqetësimi, vuajtja dhe kënaqësia dhe gjitha këtu realisht të sillen rreth sami'na wa ata'na. Dëgjuam dhe u njohëm. Çdo të mos sill ato. Ndërsa ajo tjetra na punojmë, më angazhojmë për këtë. Por jo ndarës për kësaj. Sa të nda dunjaja, apo si projekt nga adhurimi i Allahut Azza wa Jall, shndrohet në vuajtje edhe në mundim. Nga se ajo është kriju me i shërbi kësajna. Momentin kur shërptori apo rebelohet ndaj zotniut, është situatë normale, meriton dënim. Është normale. Për shkak se është rebelu, edhe ka prish rregullin. Prandaj nuk i ngon urnat, nuk zbaton ato çka duhet me zbatu, çka meriton ai. Dënimin. Prandaj sa njeriu domon e faktorizon shërptorin në dëm të zotniut, dënohet bashkë me nga ana e shërptorit. Se shërptori nuk dënohet, dunjoja vazhdon, po vetë shërptori e dënon për shkak se e ka faktorizuar më shumë se që duhet.